Ata që presidenti Biden, presidentin e Ike, dha për George Soros medalje e lirisë. George Soros ka dhënë 65% pasurisë së tij, rreth 31 miliard dollar, për të shkatruar Amerikën tradicionaliste, për të shkatruar sistemin e drejtësisë. Është orvatur fillimisht që të ketë kandidat të tij për Kongres dhe Senat. O'Reilly i madh i Fox News. Kam pasur nderin ta kem disa herë në Focus dhe shpesh herë të bisedoj dhe të marrë mendime nga kjo figurë e madhe. Ja çfarë tha ai për këtë dekorat të turpshme. I didn't like him as a president. I felt he's the second worst in history. Now I don't. Krasner. He put in more than $8 million to these campaigns. George Soros. Okay, he also gave Stacey Abrams, again running for governor, $1 million, and he'll give her. I dha Stacey Abrams për guvernatore $1 milion. Përmes komiteteve politike që quhen Super PAC. Në zgjedhjet e mes mandatit gjithashtu dha donacione pafund për vitin 2022 për të majtën ekstreme, $126 milion. Sipas meje, Soros ka shkaktuar vdekjen e mijëra amerikane. Ai mbase jeni i vetmi që flisni të vërtetën rreth tij. Por ata që vuajnë më shumë nga ai janë vendet e vogla si Shqipëria, Ballkani Perëndimor, ish vendet komuniste. Çfarë po bën Shorosh aktualisht? So George Soros lives in New York City. He's a billionaire. He made his money trading. Soros jeton në New York, është një miliarder, ka bërë pasuri duke këmbyer valutat, siç të mund ta dini, është akuzuar dhe dënuar në Francë, por ai iku, ju largua burgut, është akuzuar për shkatrimin e valutës britanike dhe është dikush që ngatrohet me probleme me vendet si juaj. Në SBA ka një bateri avokatësh që e mbrojnë nga shumë dëshkime ligjore se si ai qëndron mes asaj që lejohet lidhur me donacionet, ai jep miliona dollar që politikanët e ekstremit majt të zgjidhen në zyra të ndryshme. Për mua ai është një njeri i ndyrë, një zuzar i madh. Askush s'bën dot gjë. Por ai dëmton shumë njerëz. A mendon se ka lidhje me departamentin e shtetit, se është në kontroll apo ka lidhje me familjen Blinken, si operon? Soros është një operator i pavarur. Ai dhuron dollar në shumë grupe. Nuk di për ndonjë aleancë që mund të ketë bërë. Nuk ka nevojë të bëj sepse ka shumë para. Ai mund të bëj çfarë doj. Pse departamenti amerikan i shtetit është shumë liberal, le ta themi, në Ballkanin Perëndimor, vendet ish komuniste, ata nuk kanë mbështetur kurrë nacionalistët, sovranistët, gjithmonë shkojnë mirë me ish komunistët, me ish kriminalët që janë bërë shumë but me partitë e majta, ka lidhje dhe Soros këtu. Kufinde e hapur. Prill of thousands of Americans. How can I back that up? All right, he supports open borders, Soros. He gave, this April 2024, the Fund for Policy Reform. 2024 dha fonde për reformat e politikave, $60 milion. Disa milion dollar për një pakt të quajtur demokracia, mbështet ligjet, për mos dëshkim të kriminalëve në dëm të mosfondeve të policisë në Minneapolis. That again supports all kinds of non-punishment for criminals. Soros supported a PAC that wanted to defund the police in Minneapolis. After the ka dhënë mbi $15 milion tjera, dha me miliona dollar për Harris. Askush nuk jep para për të majtën kështu. Which matters. As far as the campaign is concerned, he funneled more than $15 million of future Forward USA, which tried to get Kamala Harris elected, and he gave Harris a victory fund, $1.2 million. Now, all of this money